Fatmir Shaban Troksi, për ndërtesën, ka marrë 84 milion. Gjithsej zotri ke marrë 100 milion lek. Shumë bukur, Shtëpi dhe truat. Por, çfarë ka pasur ky zotria? Zotria ka pasur dhe një dyqan. Biznes ku ka punuar ky djali edhe ai djali edhe ato djemt e tjerë edhe zonja. Dhe për këtë dyqanin këtu, prandaj vjen ky djali se 100 milion që tha zonja Eni, e harruam tha. E mori Fatmiri, s'na dha asnjë lek. Ne jemi akoma dhe në borxhe, Po e ke 100 milion janë, 100 milion që ke marrë. Por janë marrë edhe 75 milion tani nga Selimi. Selimi, me numër pasurie zotri, është komplet jashtë rregullimit territorit. Si ka marrë tani Selim Elezi, numri 4, ai nuk e merr dot pa firmën e tij. Do ta duash ti tani. Pa firmën e tij. O zotri, tani të lutem. Te duhet ta ndjekësh ti unë. Si ta ndjek unë? Pra ti merr lekët ta ndjek unë. Po si ta ndjek unë kur ti ke marr lekët bashkë me Selim Elezin? Si kam marrë lekët Po tash unë do ta ndjek me Selim Elezin. Ti do të kuptosh një gjë. Telefon nuk Selim Elezin. Bashkë me këtë djalin, edhe me atë djalin dhe me atë Selim Elezin, unë nuk e di çka keni bërë me firmën. 200 milion ku e ke çu? 100 për shtëpinë edhe për të kollin. Edhe 100 që e ke marrë lek ke dyqani me Selim Elezin. Ata që ka të numër të pasurie. Këtë e di ti, a ke marrë, apo s'ke marrë? Unë ka marrë me kërku pjesën time bashkë me vlajnë tjetër, ne kërkojmë pjesën tonë, sepse kemi punu që ka në mëjë, që 13 vjeç. Tina ke organizu në punë aty, shumë farinderit, për nëse kemi shiju fëmirin, qa fëmiria, që 13 vjeç më punë, qa fëmiria kemi shiju në? Ore ti qonë, aje të folë kata, që po jo, se më folë kata, unë jam baba jatë, unë ka marrë për të kërku pjesën e lekëve të mija, djesën time. Si më tjerë së ka marrë për kërku djesën time, sepse... Ju kemi lindi, ju kemi rritë me sakrifito. Shumë bu e ke për detyrë, si që kemi dhe ne për detyrë, me ju majtë juve me ju shërby juve. Pasim dame, se nimi, që folë që pasnesër. Ne s'folim, ka 4-5 vite që ne s'folim. Edhe aji i bi telefoni vetëm në momentin që ati i duen lekët. Lek. Për lek pra se... Po si lek, duen lek, ti ke marrë lek. Ti ke marrë lek, edhe ti ke marrë 100 milion lek. Bona shpinë, bona... Po që i ke bo shpinë, të shi jemi prapë në borgje. Pse e bo në shpinë? Sepse në ato që mra mu mojzojeni, mra aji puna shkatrimit, di biznesi, di shpisë, gjitha, unë ishe në proces e gjyqi për pensionin tim. Po lërë më pensioni tani, na fut të pension. Ishe proces gjyqi. Po mirë, më ke marrë 100 milion lek tani, së të dollën të këto. Kuj morë me zëheni, si të kishe morë 100 milion leku, po i ke morë 100 milion të këshpia. Po 100 milion i ke marrë ti, ore, se i ke marrë. Asto 100 milion që ne parë, tu atë se ke marrë. Ato i ke marrë ti. Po ti ke marrë 85 milion për shpinë, edhe 13 i ke marrë për tokën, edhe po ti bashkosh këto, shkoj 98, ja po them 100. Nuk kam morë me gjo me jeni. I ke marrë ti se ku shkun ato? Si s'ke marrë gjë? Ore, si s'ke marrë gjë, se po të gjona në shëjë. Ore, se do t'i hy me Femeliksaj, i ke marrë apo si ke marrë tashi? Aty në listë del që Selim Elezi është shpensuar në objektin tonë. Në objektin tonë. Po si së shmirë, aji është shumë mirë. E ke goxha djali, si që nga kjo? Si së shmirë djali? Ti kërkon lekë ty. Se nuk kam da lekë me njeriu, se s'kam morë lekë. Pa i ka po letër në objektin tonë. Si e boj, në objektin tonë, vetëm me firmën tatë mund të bojë. Dashim kur në motës më shumë se e platin tim. Unë nuk e di se qa ke boti, sepse ti ke lonë të drejtën e firmës tek avokati që njifte Fatjon Azbegu, nuk e di se si ke lonë qunave drejtë e firmës. Ore, se si ke lonë qunave drejtë e firmës, Simon? Ata ndoshta ato kanë bo me njëni tjetërin, po unë kam dyshime se ti e përfshirës aty. Ti ke qenë përfshirë për baba, jem vetë ti. Po ti ke qenë, po ku shkun lekët, ku shkoja shumë? Edhe ajo është një shumë qesharake, sepse ajo është besu për banes. Nuk ka qenë banes, ka qenë biznes. Edhe ajo është me metra katror që janë aty 10 metra katror, që të dalë një shumë 70.000 euro, është qesharake. 10 metra katror. Sepse ajo është 200 metra katror, dhe me dalë me çmim biznesi, ajo është një shumë maraman. Si janë trije në folin i qike më që në ishte, jam të që më hypi një depresion të shi nga ato nervat që kam të shi, edhe tensioni, më kuptot drejt.
Unë me i herë sa mora përgjigjen nga para se që lujt laf, që lekte mi e i patë morë Selim Elezi. Po. I thash vlajt tim. Thash o vla, thash o këshu, kam në këtë situatë. Vlaj unë në shkoj mori Selim Elezin, edhe erë Selimi kë shpje ime, aty, e në u betojt. A pra, di këti këte? U betojt, e thojtë, u betojt? u shkel bugën me komë, unë qaf shabine si i qunë ka, i pas jedën që të mu, të shi, u betojt e në këte, unë nuk e pa ta morë përgjigjen, thash, një kamër Selim, thash, nuk kam burë motër, thash, po të ke morë përgjigjen. Në fund të fundit, që më duhet mu kjo? Që më duhet mu kjo? Po qari duhet djallit kjo? Më vjen keq. Unë po them atë që kam vërtetëm dhe kjo është. Nuk më intereson, se s'kemi arë për këtë këtu. Unë kam marrë me mosh pjesën time, djesë time. Pas i morë përgjigjen nga kjo. Si djalli jot. Edhe vlaj, për një të njohë. Për këtë kemi arë. Vlaj, se kishte diçka punë me mu, e një thash, o vla, mere këtë letër, në thash e në qoje burit motër. Si që ma prune, thash, thuj, e në hajtë bashkë me letër atë. Nuk e mori, nuk pranoj vlaj. Për qërë ja qove letrë? Unë vetëm nuk shkova se... Në drejt me e, do t'ishte kërë bashkë me Selime. Pa tjetër, Selimi do t'avë telefonojë, mos kime ratë. Edhe Selimi. Edhe Selimi mu pa tjetër, da dëgjëm dhe Selimi. Si do që tjetë të që... Ore tani më sjarop, për qarë erdi u betu Selimi? Se të që u betu Selimi i binte me këmë, thu. Për qarë i binte me këmë? Unë nuk kam bërë... Ore Selimi e ka me shtetore, që ka marrë 80 milion lek. Si mrapa, po mos ju zbulu. Si tani mrapa, ore. Po pëse ku ishte dhe i të shete? Po pëse mo, unë është djali që ta nëzirje ti. Po ti ku ishe? Zoja, po tani më vjen keq. Ku ishe, aty ishe më jene. A i të na japit të drejtën fjemës neve, edhe ne ta ndjekim të procedurë. Ne, fëmijat. Sepse a i ka që vite edhe nuk nga kanë zjera si që më dritë. Firmë nuk ta jep? Jo, nuk e jepte. Nuk e jepte. Pse se e firmë djali ti? Edhe ma e pak... Pse se e firmë djali ti? Unë dal i pa logikshëm, ose dal budala, ose dal pesa. Si më ti pa jabu pasurin time, fëmijët mi, nuk kam një, janë 4. Po 4 e ti, se pesë, deshet e 5. Ti ke shku të adhon një avokati që sot është në meri, janë 5 për ora. Nuk është në meri. As 3 qunët, as vetën time me gjithë gru, as gocën që e kam atjen Gjermani. Se gjithë nga halë kanë nga problemet atë. Jemi lërgu gjithë, që të bëjmë tu? Që të bëjmë? Ti i bitë telefonit vetëm kur ke nevoj për lek. Vetëm të poti. Po përsi që kam bërë smete, është reciproke babë. Që ose se do një babën, asë unë nuk ju dua, po më të vinë mush babën, që ku t'ja lejë, në të realizojë të... Babë, kur merë lek nga shpërësimet, babë do t'i ndajt me shpis. Sepse a jemi fëmijët me të fëmijët e tuj? Por Jullë, a jemi vetë të që po pëlleo. Përde se jemi fëmijët e tuj, ato ndajnë në pjesë të barabartë, sepse kemi punu që kalamoj atë. Po, barabartë. Po pra të katër kemi punu aty. Se përvoja jetës më ka rafë mu me gjitha gjonët, po ju nuk i dini disa gjonët. Nuk kemi arë për përvojët e jetës të atë këtu, të kam fëllun ty edhe kam arë me hakun ti, pjesën time. Jo më sojë, unë kam marrë nga Gjermania të shik gjithë natën mërëm të udhëtu. E ti më e ti të kuptoj. Me ardhë, me qenë prezent këtu, u balafaqu me këte. Edhe në fakt tu do t'ishe edhe Selim Elezi që ta shikonim se që kanë bo këta të dy. Që ka dy të po, sigurisht. Jo, po ta telefonojmë Selimin, se zbanë. Sepse kjo nuk është normale, se me... A je vete të unë nuk e di, ne më ke tërë që i tua jenë vete. Po është në vete, mos i së është vete. Mërveshje me Selimin. Selimin ti kërkove i hernim, thash me një ma, tham... Bilis ma të ndërtesën që e që kemi ne ka 9 veta, ka 3 vjetë aty me ndërtesën aty, që kishim hem dyqanin edhe një dhomë që rrishim 9 veta. Ka marrë 75 milion lekore. E kupto, 3 vjetë kemi net aty, i kërkove i thash o Selim, thash ma fut në sistem o t'i ardit të ndërtesën, që ishte 7 metër katror, hem pisesën edhe 9 veta të nejtë mi edhe, ishte në për vetën time, po unë me vogël dyqanin, edhe pjesën tjetër kemi fut, kemi jetu 8 veta, 9 veta, në dhomë 30 metra katror. 30 metra katror. Sakrificë, edhe u detyrova unë bashkë me motën, hyni një pesimizëm mrena. Ikëm sepse nuk ku trinim. Ti jeton vetëm me grun, apo? Dy vëllezërit e mi dhe motrën time, unë kam marrë mi përfaqësu motrën time dhe 2 vëllezërit e mi këtu, me kërku pjesën tonë, se pranoj kam marrë. Kur ta marrë do ta jap. Po çfarë do marrë ti ke marrë? Sikur ta marrë. Nuk kam për të dhënë jo prap.
ti e ke morë. Ti e ke morë. Që ka morë, po se s'ka morë gjopër. Po në godinën tate ka morë. Hajde merë shpirë dhe zë të tja po që më dhe shi. A ka qenë dyqani? Hajde shikoj, dyqani ka qenë në emrin tatë. Eni, dyqani ka qenë në emrin tatë, jo me emrin tim. Kishe qenë me emrin tim, mu e tretoj unë. Po zotrit, ka bërë akt ekspertimi djaliot. Po pra, e do të tregoj dhe selimet e dyqani ka qenë në emrin Ore tatë. zotrit, Hajde shikoj. ja më shpirt, ja ku i ketë gjitha. Po, Si mund të vi kjo godin në këtë? Në dyqane. Si mund të vi kjo? Ja ku i ke. Ja, hajde këtu. Shikoje, të lutem. Shiko ku i ke. Ku është godinë e selimit? Pa ma trego. Ku është godinë? Godinë e selimit është kjo. Po, si e ka marrë këtu? Si e ka marrë? Nuk e di. A, po jo, po si se ti? Pra, godina e selimit është këtu. Godina e selimit është këtu, të afrohet kamera, të lutem. Pra, godina e selimit që flasim është kjo. Dhe nuk e ka kapur as rruga as gjë. Dhe ka shkuar e ka marrë këtu, se këto janë prishur të dyja. Shtëpia me dyqani ka qenë Nuk e di se ka po të veprime. Po se di moj zëjeni. Po se di tani, të lutem tash. Po se di për Zotin, nuk e di. Leku është i ëmbël. Leku është i ëmbël. Po leku duhet hapur me gjithë. Si mund ta marrë godinën tate? Si mund ta marrë godinën tate? Bi atë që gjakun e kanë marrë. Se i ke jashtë, i ke në emigracion. Godinën tate pa firmën tate nuk e merr. Gjithë ai ku jashtë, e kupton nenit? Është pa falshme. Pa firmën tate ai nuk e merr godinën tate. U detyruam pra. E ke dhuru nga shteti, ca nga familja. E ke dhuru ti kemi të jashtë. E ke dhuru ti ke Selime, se s'po të kuptoj. E ke dhuru ti ke Selime. Godinën. Çe kam dhuru Selimit. Po për godinën se ai po çe kam dhuru më prapë, nuk e di si o bë kjo puna. Jam vetë të si kam dhuru. Ka dalë Selimit godinën. Kam Selimin unë. Selimi kur motra kam. Për mua është një hiç. Për mua ka një hiç. Është sekser mashtrues. Ka unë nuk e di se çfarë të gjitha drejtimet. Unë nuk e di se çfarë është. Emri atij është aty në godinë, mbi godinën tatë, mbi godinën që ka emrin tatë. Ato komunarët që nuk më interesoj fare mos e çfarë është ai çfarë bëj. Unë shikoj faktet. Unë kam faktet edhe me këto drejtohem. Prandaj jam këtu ke ju zonë që ne bravo qoftë edhe për edukatën dhe për qytetarin, edhe për atë kërkesë legjitime se kemi thënë. Të respektohet prindi, por ama kur merren shuma për cilat pasuria është e përbashkët, duhet darë. Nuk them që këta mos respektojnë. Nuk i kam prish kot, nuk i kam prish kot, se kam blerë trullin, kam bo shpin, a kem të këtu më borgjë, ata u shpin për të kam bo, su që mrekullueshëm. Masaj, ata është edhe kun, një minut, zojeni, kur nisë shpin, ndolën kryetari njësisë si e ka i lartë. Kryetari njësisë. Sa mu thonë nisë shpinë dhe se do ta qiso leje ndërtimit. Shumë bukur, të gjithë mashtruesa, të gjithë e kanë gënjur. Si mund të thot dikush, nisë shpinë se do ta japun lejen e ndërtimit. Sa vjet ka kjo? Që në 2020-ën. E kemi nisur shpinë edhe ai na ka sjell policinë i më tën. Nisë shpinë se ta japun lejen. Shiko, sot erdhi ai na tha me qenë se më prishin që të ndërtohet rruga. Po ato shtëpi, o Fatmir, ato shtëpi bëhen me para. Një minut, të kuptoj. Po më detyruan që të tërhiqje paret e asaj shtëpisë, ato që pa dalë, edhe dhe më tha mu thënë, nisë shpinë, thë se qketi të biu lejë ndërtimit, edhe nisëm shpinë, e bom shpinë, sa u bo ka t'i parë, ime të jo. Po, erdi më të, 5 milion gjohë. Ka pas taj, 5 milion gjohë. Oke, pse së do lizot a i zotria që të ty kryetari njësisë? Sepse është majtë gjithmonë me mashtrusa. I pa i kryetari komunës, me folë me majtë bëjmë pak publicitet, ju lutem, bëjmë pak publicitet.